Një ditë, djali i saj u smur. Kamila doli me nxitim nga godina me lotët në syet, me rruar se mos po humbiste punën. Po në vend të zemërimit, Andrei u shfaq vetë në spital. Ai solli lule, lodra dhe pagoi në heshti çdo faturë mjekësore. Kur Kamila e pa, mbeti pa fjalë. "Pse po e bën këtë për mua?" pyeti butë. Andrei pa djalin e saj dhe u përgjigj: "Sepse askush që punon kaq shumë nuk duhet përballet me jetën i vetëm." Ndërsa djali u shërua, Andrei filloi ta vizitonte më shpesh. Ai sillte darkë, tregonte histori gazmore dhe madje e ndihmonte me detyrat e shkollës. Për herë të parë, apartamenti i heshtur në maje të Gradaçelit u mbush me të qeshur. Një mbrëmje, Kamila u përpoq ta falenderonte përsëri, por Andrei e ndaloi me butësi. "Ti ke bërë më shumë për mua se sa mendon," i tha ai. "Për vite me radhë kisha gjithçka përveç paqes. Ti ma dhe përsëri." Disa javë më vonë, Andrei bëri një njoftim që tronditi botën gjatë një konferencë ndërkombëtare. Ai shpalli se gjysma fitimeve të kompanisë së tij do të përdori për të financuar një fondacion për nënat e vetme. "Fondacioni Kamila," tha ai me krenari. Kur gazetarët e pyetën pse, ai buzëqeshi dhe u përgjigj: "Sepse ndonjëherë revolucioni i vërtet fillon kur dikush guxon të pushojë në një vend ku besonte se nuk i përkiste." Bota mbeti pa fjalë, por për Andren nuk ishte një deklaratë, ishte mirënjohje. Muaj më vonë ai propozoi Kamilës në të njëjtën dhomë ku ajo dikur kishte fjetur aksidentalisht. Ajo tha po, mes lotësh dhe të qeshurave. Miliarderi i rezervuar që dikur fshihej nga bota u martua me gruan që i kujtoi çfarë do të thotë të jesh njeri. Ai e rriti djalin e saj si të ishte i veti, duke mbushur shtëpinë me dashuri në vend të heshtjes. Dhe kështu, një pastruese e lodhur që kishte nevojë vetëm për një çast pushimi, përfundoi duke zgjuar zemrën e një miliarderit vetmuar, duke treguar se ndonjëherë dashuria nuk fillon me përsosmëri, por me dëmshuri.